është autorizimi plot për kryegritjen më të fuqishme të qytetarëve shqiptar kundër tij. Është kushtimi plot të vazhdojmë të pamposhtur kryegritjen tonë paqësore gjerë në largimin e tij nga pushteti. Kjo që ndodhi sot është apel për ndërgjegjen e çdo shqiptari që e do këtë vend të bashkohet për të larguar një minutë më parë qeveritarin më të poshtruar që kanë patur në historinë e tyre, Edi Ramën. Ndaj dhe le të vazhdojmë në këtë betejë. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes së imunitetit. Por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes në varrin e tij do t'i vendoset hajdut, do shkruaj një krye hajdut, këtu prehet një krye hajdut do shkruhet për te. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne kryengritjen tonë paqësore. Kjo është pranvera jonë. Kjo është pranvera në të cilën ne duhet fitojmë. Do fitojmë. Kjo është pranvera në të cilën ne do i rikthejmë shpresën e madhe e Shqipërisë, do rivendosim Shqipërisë në rrugën e dignitetit, në rrugën e integrimit, në rrugën e lirisë. Ju falenderoj me shumë mirënjohje për ardhjen tuaj sot. Ata i tmerruat sot aty. Ju nuk mund ta imagjinoni. Njeri kish marrë rojen, e mante aty te Karrigja, të tjerët mejt të bërë, dhe dole andaj nga mrapas, se majti me dalë këtej. Por, do vi dita që ata do largohen përfundimisht nga i parlament dhe aty do t'jenë përfaqësues të qytetarëve shqiptarë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Faleminderit shumë.